Ky është një tjetër shembull i vendosmërisë tonë për të rritur cilësinë e shërbimeve ndaj si shembull i vullnetit tonë për të bërë gjithçka të ndërtuar korrupsionin dhe për t'i ofruar qytetarëve shqiptarë shërbim cilësor në kohë, pa vonesë dhe mbi të gjitha pa mundësitë që kanë ekzistuar deri dje për të rënë në praktika korruptive. Zyrat e shërbimit unik, si ato që kemi përruar deri më sot në disa qarqe të Shqipërisë dhe në disa komisariate në Tiranë, siç është edhe kjo këtu, i jep sigurisht një zgjidhje definitive shërbimeve cilësore që policia e shtetit jep ndaj qytetarëve, siç i jep një zgjidhje definitive evitimit maksimal të praktikave korruptive që kanë qenë deri dje. Dhe nga ana tjetër, ky është një shembull mjaft i mirë për suksesin që mund të arrijmë nëpërmjet bashkëpunimit me partnerët tanë dhe mbi të gjitha nëpërmjet bashkëpunimit me partnerët privat. Partneriteti publik-privat, siç është dhe ky rast, i jep frytet shpejta dhe në kohë për ta bërë jetën e qytetarëve shumë më të mirë, shërbimet që i jep shteti ndaj qytetarëve shumë më cilësore dhe në kohë dhe mbi të gjitha pa korrupsion. Ndaj ne jemi në kryedetyrë, siç e shihni, për të bërë në policinë e shtetit mjedisin e domosdoshëm ku qytetarët mund të vinë me besimin se shqetësimi i tyre trajtohet në mënyrë maksimale, në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të cilësore dhe mbi gjitha pa korrupsion. Kur do zgjidhet problemi i dhomave të shoqërimit në komisariate, një problem i vazhdueshëm ky në rekomandimet e avokatit popullit dhe partnerëve ndërkombëtar. Është në vëmendjen tonë respektimi i drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, qoftë atyre që shkelin ligjin. Siç është në vëmendjen tonë parësore, hartimi i një plani strategjik lidhur me përmirësimin e kushteve të atyre që ndalohen në policinë e shtetit. Kemi filluar me zyrat e shërbimit ndaj qytetarëve, sepse t'ju marr shembull vetëm në komisariatin numër 1 ofrohen rreth 70 shërbime për afërsisht 100 qytetarë në ditë, ndaj është parë më prioritare përmirësimi i shërbimit në mënyrë thelbësisht cilësore për qytetarët, eliminimi i korrupsionit dhe do vazhdohet paralelisht edhe me përmirësimin e kushteve sa i takon dhomave të shoqërimit. Të rikeni një koment lidhje me akuzat e bëra sërish sot nga ish-kryeministri Berisha në adresë tuaj për bllokim të hetimit rreth 6 muaj të çështjes Doshi. Unë jam në krye detyrës dhe jam shumë i vendosur të bëj atë për të cilën qytetarët më kanë mandatuar mua, kolegët e mi, kryeministrin, qeverinë dhe maxhorancën. Kemi bërë gjithçka, ka qenë në dorën tonë, dhe tani është rradha që të flasi prokuroria dhe unë shpresoj që prokuroria dhe nxis madje që të mbyllen hetimet në mënyrë të shpejtë dhe cilësore, që të dalin përpara përgjegjësisë të gjithë ata që sajuan skenare të tilla që nuk janë as pak denja për pritshmëritë e qytetarëve. Mua më vjen mirë që ish kryeministri pas 25 vjetësh e gjeti rrugën për të shkuar në prokurori. Shpresoj që kjo si herë e parë të mos jetë hera fundit, por nëse kësaj radhe shkoj si dëshmitar, herët e tjera shkoj si akuzuar. Çfarë kuptoni me këtë, zotëri?